Mbi 2 muaj protesta të pandërprera kundër qeverisë kanë vijuar në kryeqytet, ku qytetarët janë mbledhur çdo mbrëmje përpara godinës së kryeministrisë me kërkesën për ndryshim politik. Protesta, e cila nisi pas zhvillimeve në Zvërnet, sipas organizatorëve është kthyer në një lëvizje qytetare kundër qeverisjes aktuale dhe asaj që ata e cilësojnë si kast politike. Për 65 ditë me radhë, dobimet janë shoqëruar me fjalime, thirrje kundër qeverisë dhe marshime në rrugët kryesore të Tiranës. Në protestat e fundit, aktivistët kanë përsëritur kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se nuk do të tërhiqen nga kauza e tyre. Organizatorët kanë lidhur gjithashtu pakënaqësitë qytetare me çështje të tjera të ditës, mes tyre edhe reformën e re territoriale, e cila sipas tyre rrezikon shkrirjen e disa bashkive dhe prekjen e interesave të komuniteteve lokale. Edhe këtë mbrëmje protestuesit janë mbledhur përpara kryeministrisë, ku pas fjalimeve do të vijojnë marshimin në rrugët e kryeqytetit. Organizatorët kanë deklaruar se protesta do të vijojë çdo ditë deri në marrjen e një përgjigje për kërkesat e tyre.